Allahu subhanahu wa taala pasi që në fillim të surës Al-Falaq thot min sharri ma khalaq, ruajmë o Zot nga sherri që ti e ke kriju. Pastaj Allah subhanahu wa taala i tregon sherret edhe të këqijat konkrete nga të cilët robi më shumë të duhet kërkon prej Allahut azza wa jall mbrojtje prej tyre. Njëra nga sherret e dëmshme i cili sherri ka bo sherr edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Pra Allah azza wa jall i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkon mbrojtje prej Allahut nga sherri naffathat. An-naffathat janë gratë që frynë fil 'uqad në nyje. Allahu subhanahu wa taala këtu ka përmend naffathat, i ka përmend gjinin femnore, nga se shumica e njerëzve të cilët frynë në përnyje për me bo dëm dhe sihire janë femra, janë gratë. Ka edhe burra, por janë shumë të rrallë, dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala në këtë sure përmend se shumica e përmend në fathat në gjinin femrore, ata të cilët frynë me pështim, me frymë dhe të në nyje, janë shkaku se shumica për këtyre që bëjnë kësi lloj sihiri duke frynë në nyje janë gratë. Dhe mua edhe për këtë arsye disa e kanë përmend, kanë thonë se Allahu azza wa jalla ka përmend këtë formë nga se Lebid ibn al-Asam, i cili ishte jahudi, bijat e Lebidit ishin ata të cilët i banën sihr Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa kanë thonë shkaku i kësaj Allahu azza wa jalla ka thonë dhe kërkon mbrojtje nga Allahu nga sherri i grave që frynë në nyje. Disa ka thonë, jo, këtë në fathat është për qëllim të nefsi, sepse nefsi në gjuhën arabe shqiptohet në gjinin femrore, por edhe që është me koment i sakt, është se shumica e atinve që frynë në nyje për të bo siher, janë gra. Janë gra. Të këti lloji janë gra. Gratë shumica për tyme dhe të miren me sihrin duke frynë në nyje. Naffathati fil 'uqad, an-nafath është fryma, disa kanë thonë me pështim të hollë, apo fryma që është pa pështim, që është me një zonë të hollë, sikurse që kjo është nafath. Këto gra të liga e të këqija, sihrin e kanë bërë në atë formë që kanë marë diçka që i përket personit cilët kanë dashur me abu sihrin. Në këtë rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja kanë marrë një kime dhe atë kime të flokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë marrë e kanë lidh një nyje, kanë përmend e kanë pështin dhe kanë përmend emrin e xhinit. Dhe në këtë formë bëhet sihri. Dhe këto lidhje ata i kanë lidh me 11 nyje në 11 dhamë të kranit. Dhe kanë marrë ato nyje i kanë pështjellë në kranin për mikrej flokë që është, me kimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sihri duke i frynë dhe duke përmend në shenjë ibadeti dhe adhurimi emrat e xhineve, vetëm me një arsye për t'i bën sherr dhe dëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu edhe vazhdon deri në ditën e sotme, deri në kiamet, që sihirbaz t'i bëjnë këtë formë. Për me i bën njerëzve dëm, marrë një tesh, një send, një kime, një këmish, një penë, një dullak, çka do të qete nga personi që dojnë me abo sihre, e marrin atë, e lidhin dyn, e pështin, edhe përmendin emrin e xhinit në shenjë të falëndërimi. Dhe xhinin e lidhin për këtë nyje, që derisa të jetë kjo nyje e lidht, ai xhini të ban dëm, apo shejtani të ban dëm atij personi. Dhe shumica e nyjeve që lidhen për t'i nda burin prej grus, për t'u aprish atinve raportet, apo për t'i bo dëm përgjithshëm. Për këtë që Allahu azza wa jalla në suratul Baqara e përmend, "Fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah, wa ta'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Sot Allahu azza wa jalla dhe këta mësonin nga ato melaçet që erdhën fitnë dhe sprovë për këta Harutit edhe Marutit, mësonin
se si me ndo burin prej grus. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Dhe këta thot nuk ka mundësi që mi bë dëm dikujt pa lejen e Allahut. Pa më parasysh se ata bëjnë sehr. I marrin shkaqet, i bëjnë ato të këqijat, nëse Allahu s'e plej ato s'ka mundësi me bë këtë sehr. E pastaj thot Allahu ta'allamuna minhuma ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dhe këto do të mësonin nga ata gjëra të cilat ju bënin dëm e nuk ju sjellin dobi. Por poenta kryesore dhe kyçe e sehrit është që me ndo burin prej grus. Dhe për këtë shak, shumë dietarë kanë thonë, nëmime është me bëjt lafin prej personit në person, qka për shef, edhe mi zbukuru ato. Sikur se me ardhë, për shembull e kemi një Hasan, edhe një, për shembull një Fatime, që janë burë e gru, e qka ban ki personi i tretë, shkon Hasanit i thotë Hasan, këtu shpik, Fatimja kur akon e re e ka dash filanin. Apo Fatimja kur akon e re filoni e ka lip. Kjo është nëmime, dhe do të bart lafe të rrejshme që s'janë realitet. Apo qofshin ata edhe gibet, që din se ban dëm me zburit edhe grusin këtë rast, kanë thonë dietarët edhe kjo është sikur se në fethet fil okat. Shkaku se ti e din se kur t'ja të regojsh këtë muhabet, këtë informat, e cile informat ka me shkaktu fitne nga ata, kanë thonë kjo i bën kategorinë e sihirit. Kjo i bën sikur se me i bo seher, nga se pointa dhe qëllimi i sihirit kryesor është me nda burin prej grus. Nuk është patjetër me shku të sihir bazë me bo sihir për me nda burin dhe grus. Ka mundësi që këta dy të ndajsh me dezinformata, me rejna, me gibet dhe me shpifje. Dhe kanë thonë dietarët, ky person i cili bëhet shkak që këta dy të rit ndahen, e ka dënimin të Allahut sikur që e ka dënimin e sihirbaz. Shoku se qëllimi i këtij ki ka bërë sihir me llafe. Ki ka bërë sihir me llafe. Sidomos këtë rast të kenë kujdes të madh vjerat. Që kur martohet, sidomos kur martohet djali vet me nusën, me rrej, kur nuk e don vjera shtin fitnë mes djalit edhe rejsë vet. Edhe bëhet shkak që atë rej djali vet ta ndon dhe ta lën. Ban rejna, shpif, ban fitnë, tregon mohabete që duhet e që nuk duhet, vetëm e vetëm për ta nda djalin e vet prej rejsë vet. Apo kunata. Qoftë kunata motër këtu në këtë rast, qoftë kunata gruaja e vllavit. Sikur të na që jetojmë Sallamadi, lam çpunt ku i kemi, edhe kunata gruaja e vllavit vjen përzit të nusja vllavit vet. Dhe ban fitnë te kunate. Kjo kukun dunjë nuk ka, veç te na shqiptarët. Çka van nxit llafe, nxjerr shpifje dhe bëhet kunata shkaktare që ta ndon do të kunatin e vet nga gruaja e vet. Dhe ta din fort mirë çdo kush. Më bën në parta ku dikush. Dhe ta din çdo kush se ai cili bëhet shkaktar dhe sebeb për ta nda burin prej grus, ka dënimin e Allahut sikur me bë sihir. Dhe çdo kush duhet të ketë kujdes të veçantë kur flet për një gru të huaj apo për një burr të huaj. Kur e din se kjo ka me ndiku negativisht tek ata, dije se kjo është sikur se në fethat filokat, sikur se me bë sihir me nyje është. Kjo është sikur se me bë sihir me nyje. Dhe kjo është domosdoshmë skajshmërisht e dëmshme, dhe shumë dietar kanë thonë kjo është sikur se me bë sihir mes për me ndo atë burr prej asaj gurie. Allahu na rujtë e na mbrojt nga kjo.